dhe të japi një punë të goditje të fortë të gjithë atyre të cilët dëshirojnë ta përbuzin gjuhën shqipe. Ne nuk do të lejojmë dhe asnjë pikë presje të gjuhës tonë nuk lejojmë që dikush tjetër ta përdosë tonë. Nuk do të lejojmë që të mësohet e drejta e punësimit të çdo të riu në këtë shtet. Sepse ashtu edhe kemi vindjen që të ri këtall, vindje kombëtare në reagojnë në vazhdimësive. Nuk do të lejojmë që dikush të tjetërsoj për drejtën profesionale që ne të funksionojmë në gjitha institucionet shqiptare. Nuk do të lejojmë që dikush ta prek marrëveshjen e Europës, sepse e kemi amanet. E kemi amanet nga bashkënorët tanë, e kemi amanet nga ju të cilët në mënyrë direkte ose indirekte ishin pjesë e dy ishin. Kemi amanet nga komandantët që janë me ne dhe ata të cilët nuk janë sonë këtu. Ne kemi amanet. Kemi amanet nga nënshkruesit, nga Arben Xhaferi dhe nga Çigrane si i doktor Imeri Meri. Kështu të bashkuar nuk do të lejojmë që na llogarisin angat në të shtet, por të pranojmë vetëm partneritet të barabartë. Të bashkuar nuk do të lejojmë që digniteti i kombëtar të shkilet në çdo moment. Këtë mesazh e keni marrë gjithë, këtë mesazh e keni gjithë, jo rastisht keni ngritur zërin tuaj. Kemi ngritur zërin që t'ju përgjigjem atyre që nuk janë këtu me ne. T'ju përgjigjemi me 19 tetor se populli është shpëtuar. Kushtat e tjera janë në shërbim të dikujt tjetër. Jam bërë marionet e premierit aktual, i cili si e teatri i kukullave herë i afron, herë i largon. Një qërton të përbilem shumë herë jam mere dhe fjallën, sepse i pengon fjallë shqipe. Pa dyshim, ne nuk jemi se ata. Ne mbrojmë shqipe dhe të mbrojmë njëri të fort. Të nderuara motra dhe vëllezër. Shifni, ne fjalimet i fillojmë me diçka tjetër. Fillojmë me çështjen kombëtare. Pa dyshim që është prioritet i çdo bisedimi të fortë. Jemi në zgjedhje lokale që kemi kandidat të shkëlqyeshëm, qoftë si antar këshillit, qoftë si kandidat kryetar,